Fillimisht u munduan që të arrijnë marrëveshje për bashkëqeverisje, e kur kjo s'u realizua, Lidhja Demokratike e Kosovës deklaroi se do të votojë pro një presidenti konsensual. Një ditë pas, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se mirëpret këtë qëndrim dhe shtoi se ka dërguar ftesë për takim. Me këtë ide, unë mbrëm ju kam shtruar të 3 kryetarëve të partive. I kam shtruar edhe kryetarit të PDK-s Betri Hamza, edhe kryetarit të ALK-s Ardian Gjini, edhe kryetarit të LDK-s Lumin Abdigjikus, që sa më parë të takohemi dhe të merremi vesh për presidentin. Na duhet që të takohemi. Një mend të flasim për karakteristikat e figurës presidenciale. Për ftesat e Kurtit, kryetari PDK-s Betri Hamza tha se janë pa përmbajtje. Na jo që jemi kontaktu, unë jemi taku, kun komuniku, edhe me shkresa zyrtare. Për me bo ftesa, sa për me bo ftesa pa përmbajtje, na mune me bo ftesa, ko nuk janë serioze. E Jehona Lushaku nga Lidhja Demokratike bëri të ditur nëse kam pranuar apo jo ende ftesë për takim. Nuk jam e njoftuar deri në këtë moment që kemi marrë ndonjë ftesë, por gjithsesi në këtë moment çka dihet është që ka një urgjencë imediate që të konstituohet kuvendi, ka një emergjencë që të formohet qeveria e cila duhet të marrë mandatin. Por a ka LDK një emër për president? LDK-ja mund të ketë emra, propozime, të cilat me gjithë shpirti përkrah. Ne jemi të gatshëm të shkojmë, të bisedojmë, të japim kontributin, të japim emra, të diskutojmë, të shohim edhe emrat dhe propozimet nga partitë e tjera. Dugagjini ka provuar të marrë një qëndrim edhe nga kryetari i Aleancës Ardian Gjini nëse ka pranuar ftesë nga Kurti që të takohen për çështjen e presidentit, por i njëjti ka qenë i paqasshëm.